profeti ynë alayhis salam na përmend diçka nga jeta e tij në lidhje me këtë çështje, pra ndihmën ndaj njerëzve. Ndërsa profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili është vula e profetëve, ai është patjetër shembull në çdo aspekt të jetës. Edhe te kjo pjesë patjetër, ai është flamurtari sallallahu alaihi wasallam. Imagjinoje ti, profeti alayhis salam edhe para se t'i vinte profecia e kishte këtë cilësi. Në momentet e para përmendin pra librat e historisë, në momentet e para që i erdhi shpallja. Ishte ajo pamja e frikshme e Xhibrilit, pra në formën e tij reale ju shfaq profetit alayhis salam. Dhe i krijes gjigante, krijes shumë e madhe. Patjetër që profeti alayhis salam ishte diçka e frikshme. Dhe vjen tek bashkëshortja e tij, edhe Hatixha, Zoti qoftë i kënaqur prej saj. I tregon profeti alayhis salam, i thot pra që pata frikë për veten pra. Ajo i thot, jo pasha Zotin, thot, nuk të poshtron ty Allahu. Dhe vazhdon t'i përmend disa cilësi të mira profetit alayhis salam. Ndërto, rritja e lidhjeve farefisnore. Ti je pra që i ruan lidhjet farefisnore. Ti je që e thut vërtetën. Ti je që e ndihmon njeriu në skamje. E ndihmon atë që nuk ka ushqim. Je njeri pra që e ndihmon të vërtetën. Vazhdoi t'i përmendte profeti alayhis salam. Ndërto ishte ndihma që u bonte profeti alayhis salam njerëzve në nevojë. Ndihma që u bonte profeti alayhis salam atyre që ishin të uritur. Nuk pranonte profeti alayhis salam që ti shkonte dikush, ti kërkonte diçka dhe ai të thoshte jo. Dhe këtë situatë, kjo ishte në fillimet e shpalljes, por ai këtë rrugë vazhdoi edhe pas. Pra nuk ka thënë ndonjëherë ti kërkohet profetit alayhis salam diçka dhe thotë jo. Pra nëse kishte diçka e shpërndante. Plus përmendet një herë shkon dikush tek profeti alayhis salam dhe kërkon. I jep profeti alayhis salam një lugin të mbushur me bagti. Kur shkoi ky ke populli i tij, tha o njerëz tha, pasojën e Muhamedit tha, se ka marrë tha për një njeriu i cili tha jep dhënien e dikujt që nuk e ka frikë fukarallakun. Profeti alayhis salam ishte në mesin e shokëve si njëri prej tyre. Nuk nguronte profeti alayhis salam pra të ndihmonte të tjerët. Në çdo çështje, edhe në shtëpinë e tij, e gjije profetin alayhis salam në ndihmën e familjarëve. Sallallahu alaihi wasallam. Dhe përmend ndër porosit që i jep ummetit të tij, ahabbu an-nas ila Allah anfa'uhum lin-nas. Njeriu më i dashur tek Allahu është ai që është pra më i dobishmi për njerëzit. Më pas thot në një hadith, thot puna më e dashur tek Allahu është një gëzim që ti fut në zemrën e vllait tënd, pra e muslimanit, e besimtarit. Ose thot ti largosh atij një breng. Ose ti shlysh atij borxhin, pra ndih njerëzve me i shly borxhin. Ose thot pra ti largosh atij urin, me i dhënë ushqim. Thot dhe sikur, thot profeti alayhis salam, të shkoj në ndihmën e vllait tim, siç kuptohet për hadithit, është më e dashur për mua, thot, se sa të ri të bëj itikaf në xhamin time, thot, një muaj. Imagjinoje xhamia e profetit alayhis salam. Po të qëndrosh pra një namaz në të, robi shpërblehet, pra me fal një namaz shpërblehet sa 1000 namaze. Imagjinoje të një muaj në xhamin e profetit alayhis salam. Sallallahu alaihi wasallam. Po shokët e profetit alayhis salam na tregon diçka për ta. Më parë folëm për profetet e Zotit. Folëm veçanërisht për profetin ton alayhis salam. Shokët e tij u edukuan prej Muhamedit alayhis salam, prej profetit ton sallallahu alaihi wasallam. Dhe patjetër i ndoqën dhe i zbatuan mësimet e tij. Ata ishin njerëz të veçantë. Imagjinoje ti përmend për shembull Ibn Mesudi, shoku i profetit alayhis salam. Thot ne kohën e profetit alayhis salam, pra i mësonin disa ajete, nuk kalonim thot tek tjerat, derisa ti përvetësonim pra ato edhe ti zbatonim. Kështu pra me tërë Kur'anin.
Dhe normal edhe porositë e profetit alayhis salam, ata ishin të parët dhe garues për t'i zbatuar. Imagjinoj edhe përmend Aliu, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Në kohën e tij, shikoj pra disa njerëz sikur po tregoheshin pak do shtrënguar ose pra nuk është se u gjindeshin tjerëve, nuk ndihmonin, edhe i qorton. I tha, kjo tha pra, edhe nëse pra nuk flet feja, po feja flet patjetër, tha po kjo është prej moraleve të larta, njeriu me u gjind tjetrit, me ndihmu për njerëzillëkut. Ata than, a ke ndonjë argument, than ti, pra për këtë që thej tani? Tha po, tha, në kohën e profetit alayhis salam, na ka ndodhur, tha. Kishin, pra, në një betejë, kishte rënë një grua, kishte rënë pra peng. Dhe kur vin, kjo grua i drejtohet profetit alayhis salam. Dhe i shan hallin, kishte frikë pra se mos do të përfundonte pra skllave e tjerë. Edhe përmend kujton babain e saj. Thot babai im pra ka qenë njëri që i ndihmonte njerëzit, u gjindej atyre, derisa profeti alayhis salam çfarë tha? Lirojeni atë, tha. Sepse babai i saj kana yuhibbu makarim al-akhlaq. Ai kishte ndrujet babai i saj, pra kishte kohë. Tha, babai i saj, tha, i doshte moralet e larta. Babai i saj ka qenë njëri që arabët thonë për të, pra, ose njihet si më xhymertët e arabëve. Pra, kur i vinte një mik, një mysafir, ose kërkonte dikush ndihmë, ai nuk thoshte jo. Pra, gjithçka u gjindej njerëzve. Subhanallah, i bëri dobi kjo, pasi ai ndroi jetë, pra i bëri dobi vajzës tij. Dhe u lirua ajo. Po të shofësh shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, për shembull Ebu Bekri, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Ai ishte halifi i parë i muslimanëve. Por edhe kur u bë halife, ai ishte në shërbim të njerëzve. E shifje Omerin, Ebu Bekrin, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, pra përmendet për të shkonte tek shtëpia e një gruaje pra e moshuar. Shkonte pastronte shtëpinë, gatunte, imagjinoje ti prisi, mbreti, prisi muslimanëve. Me shku, me gatu, me pastru shtëpinë, me bë gati gjithçka. Të njëjtën rrugë ndoqi edhe Omeri, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Të njëjtën rrugë ndoqën edhe shokët tjerë të profetit sallallahu alaihi wasallam.